Bllokimi i Maqedonisë në rrugën drejt integrimeve euroatlantike po nxit pa kënaqësi në këtë vend, ndërkohë që të gjithë kanë të qartë se pa ndryshimin e emrit, vendi nuk do të mund të fillojë bisedimet për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Ambasadori lituanez, vendi i cilit është kryesues në Bashkimin Evropian, ishte në Shkup për takime me udhëheqësit e vendit. Korrespondenti ynë Isak Ramadani njofton. Maqedonia vazhdon të qëndrojë larg familjes evropiane për shkak të moslëshimit lidhur me emrin e vendit të kontestuar nga Greqia fqinje. Dhe ndërkohë që autoritetet maqedonase nuk duan të ndryshojnë emrin e vendit, shqiptarët e Maqedonisë vlerësojnë se janë bërë pre e këtij kontesti mbi 20 vjeçar që pengon integrimin në Bashkimin Evropian. Maqedonia nuk u gjet në agjendën e takimit të nivelit të lartë të Bashkimit Evropian muajin e kaluar, ndërsa nuk paraqet ndonjë çështje me përparësi as për kryesuesin e radhës Lituanin. Ambasadori i Lituanisë Renata Sjushka gjatë një paraqitje në Komisionin Parlamentar për Integrime Evropiane nuk e zuri në gojë asnjëherë Maqedoninë. And this was not mistake, I must confess. As you were not mentioned in the conclusions of June. Ky nuk është gabim, por një sinjal për politikën e këtij vendi se punët nuk shkojnë ashtu siç duhet lidhur me reformat që Bashkimi Evropian i pret nga Maqedonia, tha ambasadori, duke shtuar se BE-ja nuk sheh përparim në më shumë fusha si liria e medias, sundimi i së drejtës, lufta kundër korrupsionit, reformat zgjedhore apo mungesa e rezultateve nga Komisioni për zbardhjen e ngjarjeve të dhunshme të 24 dhjetorit në parlament. Ambasadori lituanez Jushka nga ana tjetër thekson mbështetjen për politikën e zgjerimit të BE-s me vendet e Ballkanit Perëndimor. Autoritetet në Shkup e fajsojnë Greqinë fqinje për të gjitha bllokadat dhe për mungesën e vullnetit për dialog. Ndërkohë analistët thonë se Shkupi duhet të jetë transparent dhe i gatshëm për bisedime konkrete me Athinën. Ajo që është më korekte, pra duhet të jetë e gjithë transparente që qytetarët e Maqedonisë, po edhe qarqet akademike, intelektuale të jenë të kyçura në këtë proces dhe mos të mendohet se me dialogim humbet, sepse çdo dialogim ve përpara dhe kompromiset, edhe ato kompromiset duhet të jenë të definuara, duhet të jenë të sqaruara, edhe duhet të jenë të kuptimta për dy palët, pra edhe për palën greke edhe për palën respektivisht për qeverinë e Republikës së Maqedonisë. Greqia ngul këmbë që emri i Maqedonitë mbetet ekskluzivitet i saj dhe kjo shkakton frikë në Shkup për prekjen e identitetit të popullit maqedonas. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi Isak Ramadani.